Kam një histori të trisht me Ilir Beqen. Gjatë kohës që mu refuzua që unë të punoja në drejtorinë e burgjeve, i kërkova Ilir Beqes në 2013 që të më bënde një lëvizje paralele nga Bashkia e Përmetit, që isha drejtori i kulturës dhe i turizmit, ku hapa për herë të parë zyrën e turizmit, të shkoja për 6-7 muaj drejtori i Spitalit të Përmetit, ta lyje, ta rregulloja, që ende edhe sot nuk është bërë asnjë gjë, dhe në telefon marrë një përgjigje. Unë, se sa po ishte bërë ministër shëndetësisë, mos i bjerë më telefonit, sepse unë nuk çoj drejtor spitalesh burgaxhin si ty. Dhe pavarësisht se më lëndoi, e mori përgjigjen me rob shtëpie, me të gjallë, me të vdekur, dhe unë sa rastisja në rrugët e Tiranës e përndiqja. Dhe Ilir vraponte. I përndiqje për çfarë? Do t'i thënë diçka? Më lëndoi, po jo, ja thosha. Edhe në televizor ku më ka dhënë rasti, dhe tani e përshëndes nëse do na shofi nga Qelia, 69 ku e kam futur, dhe sepse mënyra e komunikimit ishte shumë brutale, shumë vrastare. Edhe arrogante, edhe Po, dhe i kam thënë. edhe si përfaqësore, Takimi i fundit para me dhe i kam thënë, ti do përfundosh në burg në moshë të madhe. Ndryshe nga unë që e përjetova në rini e mora si aventurë. Dhe burgu në moshë të madhe është një vdekje për së gjalli. Pra kush shkon në burg mbi 40-45 vjeç del i shkatruar. Nuk po a them këtë për mëshirë, por mendërisht, shpirtërisht, fizikisht del totalisht i shkatruar dhe kurrën e kurrës nuk e për ta marrë veten. Kështu që kush na dëgjon nga këta të pafuturit, nga këta të pafuturit. Kemi ndonjë pafutur. Çfarë përfitet? Kemi majtës dhe djathës, ke gati 60% majtës dhe 40% djathës i ke